Mirëmbrëma të gjithëve miq të Sënës Sportive, pas 11 javësh kampionat ka nisur tashmë të shkëputet dyshja kreut në grupin A. Të dyja skuadrat fitojnë me përmbysje, ndërsa nuk ruan dot ritmin Korabi por edhe Erzeni. Ndërkohë, luftëtari nuk një rival në grupin B, fitoria e 9 e Gjirokastritëve në kampionat, ndërsa është rikthyer tek fitoria dhe Pogradeci dhe me Apollonin që mban nën presion pretendentët. Kemi të ftuar dhe mbrëmjes sotme, nis me një prezantime se Mirdemi për hershëm në emisionin tonë, mirë se erdhe Semir. Përshëndetje. Kemi një konfigurim më të qartë pretendentëve tani, apo jo? Pa. Edhe grupi A edhe grupi B. Edhe unë mendoj se do ishte lufta gara e çik më fort deri në fund, po aq janë mundësitë. Normalisht tani do ndahet, edhe për kaq duhet më thon faleminderit i kampionatit. I urojmë mirëseardhjen edhe Muharrem Dostit që para pak orësh ka shijuar fitoren përballë Butënitit me rezultatin 3-2. Mirëseardhët Muharrem. Një fitore që gjithsesi nuk është se i zgjidh problemet e Elbasanit, apo jo? Normalisht, ne jemi përmbi e Tesla, kemi probleme shumë, po megjithatë fitore me fjalë na gëzon sepse vjen momenti në dur. Një fitore që shpresojmë mos jetë e fundit. Ndërkohë që i urojmë mirëseardhjen gjithashtu dhe portierit Pogradecit Bytyçi. Jeni rikthyer tek fitoria dhe është një rezultat që ju mban në lojë duke në ndjekje të Gjirokastrës luftëtarit. Por ato dy rezultate radhazi ju vun pak në vështirësi dhe i lejuan shkëputjen. Janë gjëra që i pranon futbolli, edhe hapat falc, do mundohemi që tani e tuti mos kemi më kështu problemesh, vazhdojmë me rezultate pozitive se çishim që në fillim. Pa ato 3 golat pësuar në 2 javët e fundit, ndoshta do të ishit edhe ju portieri më pak i mundur i grupit B. Ndoshta, po, sporti kështu e ka. Mirë se erdhe Dalin Bajaziti, sulmuesi i Besës. Kënaqësi që të kemi në studio, një gol që sigurisht kujton të madhin Dashamir Bajazidit. Normal. Goli gjithmonë e gëzon futbollistin, sidomos kur jep pikën apo fitoren ekipit. Këtë radhë ishte gol me vlerën e 1 pike, por sigurisht që Besa po vjon me performancat mjaft mira. Po, Besa tashmë dihet, është si i rushja e kampionatit. Gjithmonë, kush luan kundër Besës, thot për herë Besa të rinjve, ekip shumë fort, Besa na vurin vështirësi. Gjithsesi për të futur në brendësi të rezultateve të asaj çfarë prodhoi java 11 e kampionatit, shohim edhe grafikisht rezultatet e arritura pas kësaj jave. Pra, Kamza Besa 1-1, Mamurasi Kastrioti 1-2, Liria Erzeni 1-0, Beslidhja Burreli 3-1 dhe Ada Korabi 0-0. Kryeson klasifikimin e Kastriotin në kuotën e 26 pikëve, ndjekur nga Beslidhja 25, Korabi 22, Erzeni 19, Besa 17, Iliria dhe Kamza 13, Burreli 9, Ada 7 dhe në fund Mamurasi në kuotën e 3 pikëve. Kanë arritur të dyja skuadrat kryesuese të ruajnë pozitat e tyre. Të dyja fitojnë me përmbysje, Kastrioti në Mamuras në disavantazh 1 goli arrin të fitojë 2-1, ndërsa edhe Beslidhja në disavantazh 1 goli, gjithsesi e kishte më të thjeshtë sepse luante në muret e shtëpisë, por ja del të fitojë 3-1 përballë Burrelit. Ndjekim kronikat e përgatitur nga Erkan Çutra dhe Defrimit Hasani dhe kthehemi sërish në studio. Kastrioti arrin të mbaj kreun dhe këtë e arrin përballë një Mamurasi me probleme, edhe pse mungesat ishin të theksuar në kampin vendas për shkak të largimeve nga ekipi dhe në katërkëndorin ndodhe portieri i tretë Hasanaj, që arriti të bënte deputimin e parë në këtë takim. Vendasit arritën të shpalosin një 90 minutësh që ua bën takimin më të vështirë krutanëve, por në fund 3 pikë i takon Kastriotit. Janë vendasit në minutat e para që shfaqen rrezikshëm dhe në minutën e 6 Voca i shënon një super gol, duke kënaqur tifozët e pranishëm por duke shokuar miqt që kishin menduar më të lehtë këtë takim. Edhe pas shënimit Mamursakët kishin iniciativën për të shënuar, por pa mundur të tundin rrjetën për të dytën herë. Ndërkohë që sulmet e Kastriotit nuk janë në nivelin e duhur në këtë pjesë. Në fraksionin e dytë Plori ndryshon mënyrën e lojës dhe këtë e bën fal 2 ndërimeve në fillimin e kësaj pjese në lojë. Është Malo dhe Djarmati të cilët rezultojnë efikas për sa i përket rezultatit, për vendasit edhe pse me avantazhin përsipër nuk heqin dorë nga sulmet për të dyfishuar rezultatin, por finalizimi mbetet i dobët. Miqt afrohen me portën, por kësaj radhe shpëtimtar bëhet lojtari Nino. Pas një dalje të gabuar të portierit, mbrojtësi nuk lejon prekjen e rrjetës dhe mban kështu shifrat në 1-0. Por në minutën e 70 është Malo që barazon gjithçka, ku fare pranë portierit lehtësisht çon topin në rrjet dhe barazon takimin.
2 minuta më pas janë sërish shkrutanët që kalojnë në avantazh me anë të Raboshës. Vendasit nuk janë të qartë dhe të saktë në finalizim, ndërkohë që sulmi Kastriotin funksionon shumë mirë. Pas golit të dytë në fush ka përplasje mes Dimos dhe Kehindes, duke detyruar gjyqtarin të ndërshkojë me karton të kuq. Kastrioti ecën i qetë dhe ruan vendin e parë, në një kohë që Mamurasi do t'i duhet të luftoj fort për të shpresuar të mbijetesa. Beslidhja është rikthyer te fitoria pas humbjes që psoi javën e kaluar në Peshkopi. Natyrisht që lezhjanët kanë mundur Borelin 3-1 në fushën e tyre, ku vendimtar ka qenë serbi Đorđević, i cili ka shënuar 2 herë. Në minutën e 6 miq në marrëdhënie kundër sulm të shpejtë dhe në një distancë rreth 35 metër, fitoi një goditje dënimi. Kaloshi kroson në zonë dhe aty mbrojtësi vendas Semina devion me kokën e portën e tij, duke shkaktuar autogol. Pas këtij momenti nisin sulmet e shumta të vendësve. Nga minuta e 12 deri në të 17-ën lezhjanët fitojnë 7 goditje nga këndi, që të gjitha krosohen nga Đorđević, por pa mundur të shënojnë. Në të 44-ën, një aksion perfekt, me shumë pasime dhe në fund ka një kombinim mes Marashin dhe Đorđević, me këtë të fundit që shënon dhe barazon. Që në start të pjesës së dytë, janë vendasit që kontrollojnë lojën. Sulmet e lezhjanëve janë të shumta dhe në të 57-ën, Marashi hyn në zonë, por ndërhyn portieri mik dhe e pengon duke shkaktuar 11 metrash. Nga pika e bardhë është Đorđević që godet dhe shënon duke kaluar Beslidhen në epërsi, 2-1. Në të 74 janë sërish vendasi që organizon një sulm të bukur. Marashi nga mesi i fushës lëshon një top majtas për Đorđević që kroson në zonë, aty ku është Ferhati, i cili godet sakt me kokë dhe 3-1. Edhe pse Beslidhja deri në sekondat e fundit sulmon pareshur në portën matjane, nuk arrin të shënoj më gola. Gjithsesi, më shumë se fitoria vlen ky tërpiksh që e lën Beslidhen hap pas hapi të ndjek Kastrioti. Pavarësisht se fillu me lojën me 1-0 për kundërshtarin, arritme që të ushtronin impresion dhe dominonin komplet gjithë situatat e lojës dhe ta kthenim lojën. Ishte një ndeshje shumë e bukur, me thënë drejtën, si pjesë e parë ashtu dhe pjesë e dytë. Isha i bindur që do gjej një ekip që pretendon për dalë Super League, edhe e kam shpreh që është një nga ekipet më të mira të grupit. Një nga ekipet më të mira të grupit Beslidhja, por edhe Kastrioti vazhdon t'ja dalë me rregullsi se mirë. Kastrioti letë kishte gjik më të lehtë se me që lutem me. Po gjithsesi kishte faktin që luante në transfer. Ja, gjithë ne ishin në transfer, nëse ata që janë vendos e marrin seriozisht, gjithë këtu janë protagonistë që luajnë, domethënë edhe dinë që çdo fushë të luash, nëse e marrin seriozisht vendasit, është e vështirë apo jo fitosh që edhe nëse kundërshtarët janë. Ja edhe Mamurasi ka probleme të vetëm, unë pata një bisedë me shefin e klubit Mamurasit përpara ndeshjes, me Simuratin. Edhe gjithë ideja e tij ishte që është bë një merkato gabim. Edhe unë fakt gabimi ka nisur që në fillim. Tashmë janë pasojat e veprimeve të fillimit. Sepse në fakt në fillim u investu diçka. Edhe për pasi skuadrë, jo për pretendente si që ishte një vit përpara, por pak në skuadrë që ishte në vende komode, themi mesin e tabelës. Po nga njerë nuk qëllon, domethënë. Me ja ato diferencat në fushë janë dukshme, se flasim për Kastriotin. Diferencat në fushë dhe potenciali që ka skuadra krutane, sepse po të llogarisim që u aktivizuan si zëvendësues Malo dhe Djarmati, duket qartë çfarë kualiteti ka në dispozicion Plori. As nuk diskutohet fare që janë, domethënë, që ka edhe ekip, ka edhe stol. Nuk e di se normalisht unë kam pa 2 ekipet rivalet paktën atë Kastriotin dhe Beslidhen, të cilët që në fillim u organizuan për ty në superiore. Por më ka befasua dhe Korabi me gjithë Erzen e Shijakut gjatë pjesës pamërësisë në një grup tjetër, po tuk e ndjek. Dhe mendoj që kam bëj një ndeshje miqësore me Kastriotin e Krujës dhe unë me mendimin tim i fjalë tuk e pa dhe mënyrën e se sa lojtar kishte dhe pjesën tjetër dhe të stolit, kur thotë Samir për shkak që me të vërtet kishte shumë lojtar. Mendoja me fjalë me sigurt me fjalë Krujën, por ja që futbolli njeh gjitha me fjalë rezultatet dhe do të them që për mua pamërësisht se janë nda deri diku Kruja me Lezhën, po unë shoh prapë edhe Erzenin një ekip pretendentët. Edhe Erzeni në pretendent. Megjithatë, për momentin flasim që është reparti ofensiv ai që po e nxjerr Plorin nga të lashët. Skuadra momentalisht në fraksion e loje shuhet. Shikohet, futbolli në 12. Pavarësisht me fjalë vendosjes taktike që vendos me fjalë trajneri, unë mendoj që ka lojtarë të cilët me fjalë
edhe qoftë edhe me goditje standarde mund ta shfrytëzoj, kështu që nuk është e thënë për shkak unë mendoj për shkak që nuk është vetëm reparti ofensiv, se ne kemi pa për shkak që edhe ndeshjet përpara që kanë ndodhur për shkak që ka çedur reparti ofensiv. Unë mendoj që Flori ka një skuadër që është e konsoliduar, që nga mbrojtja mes fusha, që është shumë e rëndësishme, edhe pastaj vjen sulmi. Që nuk diskutohet. Megjithatë emrat i ka të limituar, sepse janë. Unë them të është te mes fusha, kam përshtypjen që është te pasi fundit që këta janë avantazh me kundërshtar, duke përjashtuar që mund të jenë rivalitet me Beslidhen ose edhe me Koradën. Por përsa i përket numrit lojtarëve ka disi probleme, sepse janë 6 futbollistë të moshës mbi 21 vjeçar, nga 17 që janë të federuar, që janë larguar nga skuadra dhe nuk janë dispozicion trajnerit. Po të shtojmë edhe Kehindën që do të mungojnë ndeshjen tjetër, problemet janë. Problemet janë me një kampionat që është i gjatë, me një kampionat që është i vështirë, se flasim për unë vazhdoj të jem i ides fikse që kampionati i kategorisë parë është më i vështirë se ky i superiorës. Sepse kampionati është më i vështirë, fushat janë më të ashpra, ka gjitha gjëra. Ajo merita e Florit, them që e ka treguar dhe një sezon përpara, se mori pukën dhe e solli në kategori superiore. Edhe pa humbje. Edhe pa humbje dhe vazhdon prapë një humbje ka bërë edhe këtë sezon. Ka bërë një skuadër me logjikën e vet, ka bërë një ekip që është, nuk flasim për ata që heqin sikletit të sulmit. Pra ne them që është gjithë grupi që e konceptuar sipas logjikës vet, që ndikon edhe që bën mirë në këtë kampionat. Bajazidi, jeni mundur me Golad në Lezhë, jeni mundur edhe me Kastriotin në shtëpi. Atë çfarë do të vlerësonit ju? Kush është dukur skuadra që ka kualitetin më të lartë apo që mund t'ja dalë në fund? Me thënë drejtën, Kryra ka kualitet më të lartë, por binqëm në Garaf Lezhë. Me qenë realist. Por mendoj që kjo garë do shkojë deri në fund, midis Lezhës dhe Kryes. Pastaj që Lezhë ka grup këta kanë edhe individualitete, po këta kanë grup. Po, absolutisht po. Mendoj që deri në fund, pastaj diferencën do ta bëjë forma lojtarëve, mendoj. Mjafton të kuptojmë që janë rreth 7 futbollistë ardhur nga Vllaznia tek Beslidhja, që janë lojtarë që e njohin njëri tjetrin, kjo jep përparësi apo jo Dosti? Jep përparësi sepse janë lojtarë që njohin njëri tjetrin. Po problemi prapë me fjalë po ta marrësh shumë. Është më lehtë të japi lojë këtyre lojtarëve. Normalisht plus që trajneri është shkodran vetë dhe i njeh edhe lojtarët shumë mirë, po unë mendoj thash me fjalë sepse ato kanë një kontingjent shumë mirë të dy. Kryja ka lojtarë të cilët në fjalë kanë qenë gjatë gjithë kohërave që kanë luajtur në superiore dhe kategoritë të parë, që janë lojtarë me emër dhe njohin, po edhe Lezhë me fjalë ato lojtarë që ka. Por unë them që mos se do ketë edhe ndërhyrje tash në merkaton, që cilët me fjalë mund të marrin përforcime atje ku shohin mangësitë vet. Jo, unë doja t'i thoja për shembull Dosit me që do flasim edhe për janarin. Jo, me që është edhe i fushës e trajner karrierë. Flasim për individualitet, në rregull, që ata edhe nganjëherë ta zgjidhin dhe vet, kupton. Po pati për shembull një grup që është solid. Edhe i eliminon këto. Ka përshtypjen tjetër. Ekipin e bën grupi. Se ne për shembull flasim këtu se me që kemi të freskët lutjet Tirana me Parizonin, ne po ti marrësh për shembull Tiranën gjithë lojtarët themi ç'a ekipi që ka, se flasim për lojtarët domethënë tek e tek. Po ata kanë një grup që është kundërshtar, domethënë që është një grup solid. Ka mundësi që ta sfumojnë domethënë pjesën e aftësive individuale të Tirana. Edhe unë me fjalë jam gjithmonë mbështetës i kësaj. Futbolli e lund grupi. Nuk e lund individi. Asnjëri individi nuk mund ta marrë ekipin dhe ta nxjerrë. Ti fiton individin e herë. Mund ta shpëtojë për një moment, për një aksion. Me fjalë, për veprime individuale shumë rrallë, për shembull kemi lojtarë tash flasim, nuk ka Messi këtu ne, për shembull që të marrë veprime individuale ta marrë. Po unë them që kolektivi e bën gjithmonë për shembull grupi. Rokada mund të vijë përsëri e Kreut, por në javën e fundit të dhjetorit, 19 dhjetori që është e fundit për këtë vit, kur përplaset pikërisht Kastrioti dhe Beslidhja. Shef favorite, Semir? Jo, nuk shoh favorite. Unë shoh tani dy skuadra që janë denja për njëra tjetrën. Tani janë ndeshje edhe përpara këto, se luajtën edhe në kampionat, edhe për kupë që eliminojnë. Deri tani precedentët flasin për Kastriotin, e eliminoi nga kupa Beslidhjen, dominoi 4-1 në shtëpi. Unë them që janë denja për njëra tjetrën, tani fillon kampionati merr tjetër, nuk është ajo kujtojmë tani statistika ose ato ndeshje që kanë qenë përpara. Sepse vetë rrjedhja e kampionatit, domethënë bën edhe më të përgjeshëm në fushë, apo jo. Është më ndryshe tani se sa ato që ishin në fillim kampionat.
Po unë them që këto është një dyshe që është mirë ta ndjekësh deri në fund. Edhe kam përshtypjen që deri në fund do jenë ashtu rivalet njëra tjetrës. Përjashton skuadrat tjera? Jo, duke futur edhe Korabin. Edhe Korabin. Domethënë përjashtoj gjithë tjerat. Edhe Erzeni sepse u ndan, domethënë shumë. U ndan domethënë naturalisht ato, nuk është se i ndajnë. Ishim mësuar të shohim Kastriotin që surprizohet në ato momentet e para të lojës, nuk është hera e parë që pëson dhe pastaj rikuperon, por ishte goli i shkëlqyer tani sa për Beslidhen ishte e pazakont. Psimi një goli aq shpejt përballë Burrelit dhe pastaj rikuperimi që futbolli çast nuk sjell, se është ndeshje futbolli, ajo çfarë nuk sjell. Siç ishte ai goli që ishte i mrekullueshëm i Mamurasit, pastaj edhe këtu, edhe futbolli e bukur është që ti ke aftësi që kundër përgjigjesh, që beson që mund ta kthesh lojën. Këtu është domethënë e bukur se kjo është domethënë që ti je formatu për dal kampion ose për ta në kategori superiore ose pak për të konkurruar deri në fund, edhe ti tjetri je për të bërë surpriza për minuta edhe pastaj si e. Qartë. Megjithatë, është vënë re që Beslidha është shumë e fortë në shtëpi. Në transfert janë ato momentet kur vjet në vështirësi. Pse ndodh kjo, dosti? Tash Samiri e tha i fjalë, më thënë që normalisht kategoria e parë shumë e vështirë në transfert. Sepse normalisht ndikon jo se kanë diçka, po në momente caktuara me fjalë neve dhe kemi edhe gjyqtar shumë të rinj, cilët unë duhet t'i përgëzoj për shkakun që për kurajën që kanë, edhe ndoshta edhe një gabim pa dashje që bëjnë, po ka çik edhe atë presionin në vendos, kupton, edhe vjen trysni për shkakun, edhe ka momente caktuara ndoshta bëjnë një gabim edhe pa dashje, kuptimin e asaj që cilët neve duke filluar nga unë që jam i parë që pjesë e sportit edhe kemi toleruar sepse mendojmë që çdo njeri që punon gabon. Por duke qenë sepse fushat gjithmonë pricet, me të vërtet në kategoritë parë janë një çik që edhe shifen me fjalë si favorite. E para vjen nga publiku që është pak më entuziast, ndoshta në herë edhe pak më i egër se ç'duhet. Por unë mendoj që futbollin do ta fitojë pak nga këto dy ekipat neshën e fundit që theti si me fjalë Kastrioti Beslidhja, ai që do jetë më i vendosur mirë taktikisht. Ai besoj se do ta marrë atë neshë. Pra fiton ndeshjen trajneri në këtë rast. Okej, byti që kjo nuk vlen fakt për ju, sepse ju në dy ndeshjet që kishit të shtëpi dështuat të arrini fitohen dhe shkuat fituat në transfert. Shene i ndryshim mes dy grupeve A dhe B, sepse gjithmonë flasim që është pak më i ashpër grupi A, por ndërkohë nuk është lufta më pak e ndezur në grupin B ku bëni pjesë ju me Pogradecin. Është vërtet që lufta më e ndezur në grupin B, sepse në grupin A janë ndarë ekipet se kush edhe profesor Sajmiri që është Kastrioti, është Beslidha, është dhe Korabi. Tjerë dhe unë i përjashtoj me të njëjtin mendim. Kurse në grupin B janë 3-4 ekipe që do synojnë deri në fund Superligën, kështu që pajtojmë mendimin tuaj që grupi B është më i vështirë. Shiko, Bytyçka pasi se thuhet tani grupi Veriut tani thënë. Grupi Veriut thuhet që është më i vështirë për punë me fushave, që fusha më të ashpra, punë gjeografie. Jo, unë s'e kam posituar të vërtetë, se kam luajtur vjet në grupin e Veriut. Që janë më të vështira tani tek grupi i Jugut, ku janë. Po, e vërtetë është. Ku janë këta. Sepse tek grupi i Veriut nuk kemi dëgjuar nga këto se s'ka ndodhur tani sfundi, domethënë. Mas edhe mund ndodhë që inshallah jo. Shpresojmë që jo. Po them që tani për pjesën jo fair play, se këtu e kishim gjithë idenë. Për këtu tani janë sheshu gjitha. Tani nëse atë nuk ka drejt Bytyçi që është Jugu është më i vështirë, sepse është vështirë nga ana sportive më i vështirë. Janë ekipet më të forta. Shumë siç ishte edhe vjet, që kishte 7 skuadra që ishin pothuajse të ngjitura me njëra tjetrën, edhe një pjesë e vogël. Se këtu pastaj u ndan që ishin atëherë në fillim Mamurasi dhe Puka edhe Beslidha që ishin pastaj me 40 pikë mbrapa ata të tjerët. Por ndërkohë kemi një diferencë prej 4 pikëve mes vendit tretë që është Korabi dhe kryesuesve të Kastriotit, por që ndoshta mund të ishte e reduktuar në rast se Korabi do të arrinte të merrte një fitore në transfer përballë Velipojakëve të Adës. Gjithsesi kjo nuk ka ndodhur, ndeshja ka përfunduar në barazim pa gola, ndërkohë që Erzeni ka lëshuar në transfert në fushkryes përballë Iris dhe është mundur 1-0, një gol ka vendosur Leshi me një gol mjaft të rëndësishëm që jep fitoren e dytë radhës Iliris. Ndjekim dy kronikat e përgatitura nga Erkan Çutra dhe Alban Hasani dhe kthehemi sërish në studio.
Korabi ndalon hapin atëhere kur nuk duhej dhe hum nga syt dyshën e Kreut pas barazimit pa gola në Shkodër. Libranët vinin nga 2 suksese radhazi, por Ada në kërkim të pikëve për mbietes ka rezultuar një pengesë shumë më e fortë se sa ishte menduar. Pa Muçollarin, skuadra e Mehmetit nuk ka qartësinë e duhur dhe Guri nuk ka shumë topa të disponueshëm. Në anën tjetër, 6 golat e pësuar në fushë krye kanë ndërgjegjësuar edhe më shumë formacionin e Kullit për të marrë rezultat pozitiv në shtëpi. Më mirë Korabi në fillimin e lojës, kur Begaj e Mezini tentuan portën velipojake, ndërsa ka më tepër ekuilibër me kalimin e minutave kur presioni fillon të ndihet. Alternativat duket se mungojnë për teknikun kryeqytetas të Korabit, që nuk arrin të ndryshojë lojë edhe me aktivizimin e Merdinit. Ada pret në gjysmëfushën e saj duke përdorur kundër sulmin, që mund ta kishte nxjerrë fitues në fundin e takimit, nëse në portën kundërshtare nuk do të kishte qenë Kotori. Mbyllet pa gola një ndeshje tepër korrekte, që më shumë vlen për Adën, që merr një pikë qetësuese, ndërkohë që Dibranët mbajnë vendin e tretë, por lejojnë Kastriotin e Beslidhjen të fitojnë terren. Realisht gjithë javën jemi përgatitur se dishim se kemi përballë një kundërshtar që është pretendent dhe po ta marrësh edhe nga përballja e grupit shef lojtar të cilët kanë një eksperiencë shumë të madhe, sidomos në këtë kategori, mos më thonë edhe në kategori superiore. Pikat ngroh, por objektivi dihet se janë objektive madhore shëndrimin në kategori. Më vjen keq sepse lojtarët duhet mendojnë gjatë gjithë javës për ndeshjen, jo kur vinë që dalin për nxemje për të zhvilluar ndeshjen. Edhe mungesat ndikuan, 2 mungesa, skuadra nuk e ka grupin e plot, me 11-12 lojtarë jemi që mund bëjnë diferencën në kategorinë e parë. Kështu që ne tani po e vuajmë sepse është fundi fazës dhe po e vuajmë edhe mungesat. Fitoria e dytë radhazi për Ilirin që pozicionohet në mesin e renditjes pas 1-0 ndaj Erzenit. Fushkryesit e Zirit kanë shfrytzuar momentin e tyre të mirë dhe situatën delikate të Erzenit pas dyshimeve të Nicës për tolerim të lojtarëve ndaj Kastriotit, duke marrë maksimumin me një gol të Leshit. Në fakt ka qenë një 90 minutash agresiv, 9 karton të verdhë dhe 1 të kuq, me 2 skuadrat që nuk janë larguar as pak 2 luftimeve. Leshi ka qenë rreziku kryesor për Erzenin që në fillim, edhe pse në 45 minutat e para, shijakasit kanë mbajtur mirë fushën, duke kërkuar edhe avantazhin me Pashjan. Por sfida vendoset në minutën e 25, në zhvillimet e një goditje dënimi. Lama kroson në zonë për Leshin që godet me kokë duke shënuar një gol vendimtar. Erzeni shtyhet përpara në tentativë për të ekuilibruar ndeshjen, por Nica duhet të bëjë llogarit pa Kallucin që dëmtohet në minutën e 32 gjatë një 2 luftimi me Leshin. Mbrojtësi lë fushën e lojës i gjakosur dhe në vend të tij futet Teqja. Iliria ka qetësinë e rezultatit dhe mundohet të administrojë me kujdes, gjë që ja lehtëson më shumë edhe Erzeni që ul shumë ritmin. Akoma pran golit Leshi në minutën e 56 me krosimin e Doçit, por në anën tjetër shtylla e goditur nga Dakavelli mund të kishte ndryshuar fatet e ndeshjes. Në fund, skuadra e Zirit provon të vulosë rezultatin, por Lilaj në të 79-ën dhe Hoxha 3 minuta nga fundi takimit nuk kanë mundur të kalojnë portierin shijakas Hoxha. 13 pikë për Ilirin në vendin e 6, ndërkohë që Erzeni humbet terren ndaj kryesuesve duke u bllokuar në vendin e 4 me 19 pikë. Normalisht ne arritëm atë që kishim shumë më të rëndësishme, objektivin për të marrë 3 pikëshin për vetë klasifikimin, por edhe do të thonë për vazhdimsinë e rezultateve pozitive në fushën tonë. Normalisht ishte ndeshje shumë e vështirë, ne i dishim vlerat e ekipit të Shijakut, na vuni shumë vështirësi, por në fund fare atë që deshëm e morën. Jemi rikthyer në studio, Korabi duket sikur gabon atëherë kur nuk duhej. Ka lëshuar në ndeshje kur i duhej patjetër të fitonte dhe objektivi ishte mos i arritshëm, qoftë përballë Besës së Bajazitit. Tash pak unë mendova që ishte kështu si hap falcë. Sepse duke pas parasysh, domethënë, jo vetëm me curin që ka deri tani, por edhe objektivat që ka, se i ka dhe ambicioze objektiv. Sigurisht, por më tepër që vinte nga fitoria me Beslidhen. Edhe tani, nëse flitet për i transfer, se këtu kishim për shembull një javë përpara administratorin e klubit Korabi, zotin Laç, që thoshin që ne tani do të marrim pikë në transfer, se ndryshe nuk bëhet ai. Sigurisht. Që ti konkurosh edhe Beslidhen edhe Kastriot, që e ka shumë të vështirë. Mendova se kjo ishte dita e durë, sepse lume një ekip që ka objektive minimale, që ka edhe çik vështirësia. Vinte nga një humbje 6-1 në fushkruj. Kështu që kjo mu duk domethënë një hap facë, po ta mendosh domethënë Ada ka më shumë eksperiencë
se sa Korabi në kategorinë e parë. Po. Dhe kjo punë nuk është vetëm me inat, me dëshirë, themi. Qoftë edhe me i qik investim. Sepse pasaj vendosëm në fund ai që ka mundësi, ai që ditë i menaxhoj forcat e veta. Ja, për shumë dëgjova atë Kullin, që thoshte ne jemi, sepse duke nxjerrë tani që ke synime modeste, fakti ai nuk i ka aq modeste, se ai do t'i bëj dëm gjithë. Është edhe në kushte më komode. Ti shkon tani me fitu me zor edhe nuk fito dot. Sepse këtë tregojnë dhe skuadrat mëdha, edhe këta që kanë më shumë eksperiencë mund të thonë më mirë se unë, sepse këtu kemi pesor Remën kur që Dosti, Sajmini thot Ada më me eksperiencë në kategorinë e parë. Nuk është puna e eksperiencë, është puna që po ta kërkosh me zor, nuk e fiton dot atë. Duhet të jesh më me këmbë tokja, unë dëgjova atë Tan Mehmetin, edhe më bëri përshtypje se duhet të jesh me eksperiencë mentalisht. Duket që është i pezmatuar, sepse ti nisesh tani që të fitosh se s'bën, edhe sa rindot. Apo e kam gabim? Unë mendoj që për mu Korabin e Peshkopisë ka penalizuar vetënësia. Duke mendu që kanë fitu i neshje me Beslidhjen, mendojnë shumë të letë, ndofta në letër me fjallë. Jo, dhe tani kampionati ka botë mirë ata, nuk është vetëm diskutim, sepse unë kam edhe Kotore me fjallë portierin tonë që është atje dhe vjen shpesherë në së vidje me ne, po unë mendoj që vetënësia atyre e ka marrë këtë neshje të letë, sepse në gjova dhe intervistën e trenerit Mehmeti, cili thot për shumë nuk mendohet për ndeshjen kur hyjet në fush. Do thot që ajo vetënësia e Lezhës, që ka fitu Beslidhen në vendit parë, e kanë mendu që këtë neshje ta fitojnë me fjalë shumë lehtë dhe ja që ndodh futboll kjo është. Në fakt kanë rrezikuar madje edhe ta humbasin dhe vetëm një ndërhyrje dyfish të Kotorit minutat e fundit, shtesë, e ka bërë që rezultatet mbetej i pandryshuar. Shtes mendimin e Sajmirit, sepse Ada Velipojes ka qenë një kockë fort për gjithë në ekipet që kemi qenë edhe pretendent për ty, me fjalë, në ekipet superiore, ne kemi hasë vështirësi të mëdha në Velipoj. Na folën për Lezhën, ka lojtar nga Shkodra, më tash. Edhe Ada nga Shkodra ka. Mehmeti ankohet për pankina e shkurtër. Ka mungesë futbollistësh, për më tepër që këtë herë kishte edhe mungesën e Muçollarit dhe nuk kishte kush që lëvizte manovrën. Pa mirë, bankina e shkurtër tani kjo nuk është në kordancë me atë që ishte administratori i klubit. Sa i thotë deri në fund vitit jemi vend parë. Po administratori nuk është trajneri. Pa mirë, administratori ka konceptu merkaton, nuk e ka konceptu të shkurtër. Ka thonë që ne këto futbollistë do na nxjerrin kampion. Kur ti mendoj që do dalësh kampion, domethënë dhe e ke bëu grupin. Nëse mungoj një, mungoj tjetër, edhe ti zotnis tu i mungojnë 4-5 çdo neshje. Po mundohet me ato mundësi që ka. Duhet të marr masat që në fillim, thëmë. Unë them që duhet ta lush gjithë kampionat me këmbë tokë. Sepse ti vjen nga i kategori superiore, s'ke qenë kur kategori të parë. Ti ke qenë me i kategori superiore dhe unë uroj që këta të shkojnë lartë më lartë, po duke qenë me këmbë tokë i bëhet dhe llogarit më mirë. Se sa ti marrësh neshjet që fitove me Lezhën, këtë kam fituar, pastaj të shohim për neshjen tjetër. Nuk bëhet. Jo, kam përshtypjen që diçka ndodh sepse edhe në transfert me Besën, një ndeshje që në letër duhet ta fitonte Korabi, erdhi momenti që ishte neshje për të haru fare, se ishte neshja më e dobët fare që bën ata. Plus pastaj që ndoshta ishte si pat Korabin në atë ndeshje. Skuadra Bayazidit që ja prishi historinë, po në radhë parën e përgëzoj profesor Talin për punën që ka bërë te Korabi. Dhe mendoj se ne gjetëm Korabin në një ditë vështirë. Edhe e mundëm dhe shumë bindshëm atje. Pse ishte ditë vështirë, mos ishte as shi as gjetëm fiks fare. Temperatura 20 gradë, mrekullisht. Po ka futbollistë që janë ditë mirë tash. Ishte ditë vështirë për futbollistët atë. Po normal, ditë vështirë. Ti që do fitoj se s'bose Kavaja s'ka asnjë histori edhe ai do fitoj. Po s'fiton ashtu. Kavaja gjithmonë e vështirë të fitosh. Ndoshta ka ndikuar edhe fakti që përballë Besës skuadra kishte një lloj neglizhence sepse nuk u stërvitën për 2 ditë për shkak të problemeve që patë. Jo, neglizhu Korabi Besën është neglizhohen në kuptimin që kishin 2 ditë pas stërvitje për shkak të problemeve që patën ata brenda skuadrës. Kjo është neglizhimi që i bën, jo se neglizhuan Besën. Është mëkat, pastaj i bi që të Elbasanit bën greva 16 rreshtë, sepse ti nëse futesh në fushë tani që të bësh diçka, do ti tani tregoj se sa aftësi ke të kombët tuaja, mos ne më mbrapa te burderoja është tetë historia punë. Si ja dilni ju dosë ti motivoni lojtarët ndeshje për ndeshje? Para punës me fjalë, unë mendoj që ana psikologjike është kryesore e këtij gjithë futbollistët.
përgatitjet fizike, tekniko-taktike, për shumë janë gjitha pothuajse njëjta, pavarësisht në modeli që zgjedh gjithë secili për të luajtur, me fjalë skema taktike që kanë gjithë ekipet mbas lojtarëve që kanë. Por mendimi im është që psikologjia është baza. Dhe e dyta është për mua që sido që tjetë, cili do klub, që është organizuar të pakën që në fillim, për të hyrë superiore ose për mbijetesë, normalisht kanë problemet e veta. Por që të thush për shembull sot, për shembull që një ekip që erdhi Korabi me bujt madhe sepse unë njitë dhe ka marrë me trener shumë të mirë, djalë që ka punu ke Dinamo kaq kohë, sportist shumë cilësor që kemi pas anën superiore për shembull ose edhe pjesën tjetër që është, dhe unë e pash si rival kryesor për ty. Dhe ato nuk kam se tolerojnë. Ndofta futbollistët tonë për shembull që ne jemi mësuar që të jemi on superiore ose këtu pastaj kur bim nga pretendimi për superiore, do thotë që edhe velitën pak sepse jam mësuar si thush pak luks. Që luajnë në një tjetër nivel. Ta luajnë tjetër nivel dhe mendojmë për shembull se kemi sepse sido që të jetë dashje pa dashje, Elbasani ka një emër të madh, Kavaja ka një emër të madh, për shembull sido kushdo që të jetë dhe unë mendoj personalisht për mua motivi i futbollistëve është ana psikologjike. Qartë. Nëse arritet psikologjikisht të përgatitet ekipin mirë, ekipi me fjalë është i detyruar me fjalë që të reflektojë në lojë. Nuk duhet të transmetohen problemet të tjera financiare apo deri ke ekipi. Në fushën e lojës. Me 4 pikë, ju i njihni si Kastriotin, Beslidhen, po ashtu dhe Korabin. 4 pikë, janë të rikuperueshme për Korabin? Unë mendoj që po. Po ndërkohë, Erzenin e mbanin nga rende, diferenca është tashmë 7 pikë. Shiko mu, sistemi 3 pikësh është i vështirë. Unë kjo e që i hap falës, që arritin fushkruj normalisht, po mendoj që i erdhi dhe ajo pjesë nga që humbja me Kastriotin ato probleme që pati treneri, për shumë që unë kam respekt të jashtëzakonisht madh për Stavrinizëm, për shumë, është me vërtet një trener i madh që ka punuar shumë kohë me fjalë edhe në ekipet superiore dhe gjitha. Ato do kenë diçka problemet të veta të brendshme që normalisht mos më pëlqen që diskutohen sepse gjithë secili çdo shtëpi ka hallet e veta. Në fakt, pikërisht ato deklarata... Ajo mendoj që ka ndiku për shumë këtë javë në humbjen me Ilirin. Pikërisht ndoshta ato deklaratat të trenerit, reagimet e klubit pas humbjes me Kastriotin, ndoshta ndikuan këtë performancë në fushkruj, Semir. Edhe nuk u pastruan shumë ato deklaratat. Se ne prisim tani, ne folëm... Nuk u pastruan sepse zhurma u bë e madhe dhe pastaj... Folëm para dhënit duke marrë parasysh domethënë ato që tha trajneri dhe unë jam me ato që thotë edhe Dosti që ai është domethënë një person i tetë dhe unë i besoj domethënë jam deklaratat erdhen edhe nga zyrtarët e klubit. Informacionet vinin nga brenda. Nuk pastruan dhe ishte ngeli kështu si mjergull ajo. Kështu që edhe duke ngel kështu si mjergull mas edhe ndikojnë. Te skuadra. Ne këtu flitet tani që ne do marrim masën, do shohim ç'a ndodhi tani, ajo nuk më pëlqeu ajo historia. Qartë, do ta kishte besoj shumë vështirë. Kushdo trajner të karikonte skuadrën pas asaj se o do thuhet deri në fund, shkojë deri në fund që ç'a ndodhi vërtet, ose pastaj ngelen kështu si mjergull ato, edhe ndikojnë pastaj. Pra, në këtë situatë çdo trajner do ta kishte të vështirë të karikonte skuadrën. Sepse diçka është thyrë. Unë vazhdoj të besoj te Stavri. Dhe neve për shembull në çdo moment pak sepse asaj stresi neshjes, stresi kampionatit, problemet tona që kemi me fjalë me sportistat, me presidencat, me çdo gjë, është i çik për shembull veprimi mas ndeshjes kur nuk pëlqen diçka, për shembull elçon atë që ndjen normalisht sepse del nga shpirti, nuk është ashtu. Vin problemet, pastaj jemi detyruar çdo gjë që të akumulohet edhe të kalojë pastaj. Por e mbështes sa mirë për shembull që nuk u vazhdoi deri në fund atë problem që kanë pas ato edhe. Qartë. Megjithatë, fitoria e dytë për Ilirin është për t'u vlerësuar. 6 pikë në 2 javët e fundit. Edhe në fakt që në fillim kanë thonë që kam besim te kjo skuadër që nuk është domethënë te këto që me qenë te fundi tabelës e ka infrastrukturë, ka një skuadër që mu duk që në fillim domethënë që ishte konkurrente, dhe në fakt ka treguar tani që është konkurrent. Pëlqen Iliri. Pëlqen, është skuadër domethënë e denjë që vërtet domethënë ta shohësh, ta komentosh. Qartë, Ziri po arrin t'ja marrë maksimumin skuadrës, në fakt. Edhe kam shumë respekt për punën që ka bërë deri tani. Se nuk është e lehtë të zëvendësosh një trajner që ka qëndruar Fergusonin e fushkryes. Nuk është aq kollaj të ndryshosh dorë dhe t'ja arrish, t'ja dalësh me atë kontingjent që ka. Mirë pa, është domethënë nuk diskutohet puna që është bërë përpara, se ajo vazhdimsi është. Po unë them që ka bëj punë shumë mirë. Por më tepër ka në skuadrë dhe një golashënues si Leshi, që vazhdon të shënojë me rregullsi edhe po e nxjerr nga telashet skuadra duhet se funksionon, nuk është një ekip që po që se do marrësh përsi ta mundesh, duhet kesh
domethënë duhet ta bësh mirë llogarit, domethënë. Prodhon lojë, megjithatë për shkak për mua ndikon edhe terreni. Ka një terren shumë të mirë. Atë e kam më të mirë mbas. Me fjalë, për mua mendoj që është një terren absolutisht shumë i mirë, i cili të lejon të lush futboll dhe edhe kemi edhe Bajazitin aty i cili për shembull luajtën, unë kam pa edhe kronikën e këtyre Edhe ju keni terren shumë të mirë. Me vërtet, ne e kemi po se kemi për vetë. Mos më ngacmo mos e kemi bë. E kemi bë me fjalë po se kemi për vetë. Okej, Besa e një barazimi mjaft rëndësishëm erdhi në fund, por gjithsesi performanca ishte shumë e mirë Baraziti. Po, e kishim vlerësuar ndeshjen maksimum, gjatë gjithë javës impenjimi ka qenë maksimal. Si përfundim arritëm të merrim një barazim, por që mendoj duhet kishim dalë me 3 pikë nga atje. Për shumë faktor. Fusha nuk ishte në komplet gjendje optimale. Arbitrimi ishte për mendimin tim arbitri superiorës, të arbitrohen në të mënyrë. Se kisha menduar ndonjëherë. Edhe pak ja lëm dhe fatit. Jo, skandal. Ishte Krishnik Cjapi, nuk e Po, Cjapi, shumë keq. Se kisha menduar arbitri superiorës të arbitrohej shumë. Po, konkretisht, çfarë pati në dorë gjyqtari, sepse, okej, flasim... Dhe tani në parantezë do të them që po e trashë llapën do dënohesh. Po, normal. Kështu që më mirë thuaj çikshu se nuk kemi thirrë për mikër, nuk kemi thirrë për fut sa disiplinë. Ja, megjithatë, Besa vazhdon të ketë rezultate, nuk janë ato rezultatet e fillimit, pavarësisht se vazhdonin deklaratat që thoshin që nuk jemi për pretendime për superiore, por keni siguruar atë qëndresën në mesin e renditjes, atë sigurin, qetësin dhe nuk keni shqetësimet që kanë zona e fundit e klasifikimit. 4 pikë në 3 ndeshje me Ylberzanin. Janë mjaftueshëm? Si e shihni ju brenda skuadrës? Tani mjaftueshëm, mund të themi, por nuk janë dhe aq keq. Po tani kemi pas ndeshje të vështirë me Kastriotin. Edhe mendoj që skuadra më mirë fitoi në atë ndeshje. Pavarësisht lojës se si erdhi ngjarja. Pastaj kemi luajtur me Mamurcin, ishte një ndeshje që duhet fituar dhe u fitua. Tani në Kamës jam mendimit prapë që do të merrenin 3 pikët, por dolëm me 1 pikë, edhe në trajneri na tha sot që nuk ishte keq, por mundësit ishin, sepse krijuam raste. Patëm 2-3 raste të pas trashënimit. Edhe janë 2 penalti që në mohuar. Fakt, ju ndoshta jeni sulmues dhe keni një nga peshat kryesore të faktit që unë do të them tani, po Beza ka numrin e golave më pak se gjithë skuadrat që kanë lart në renditje. Jemi ekip që pak a shumë shënojmë gjithë, kush ka 4 gola, kush ka 3 gola, kush ka 2. Po keni shënuar vetëm 13 gola deri tani. Të 5 skuadrat që janë më lartë se ju në renditje kanë shënuar më shumë se ju. Shpresojmë të vinë në rritje golat. Kështu që duhet fillojmë sa mirë. Bajaziti i pari. Dikush e keqe e Dalit apo? Se ky është tani Bajaziti. Edhe e keqja e këtij tani që është e keqja më thonë sa, është çuni dashit. Bëhet krahasimi. Po, është çuni dash Bajaziti. Jo më kot ai e mbajtë Xhordi. Po. Nëse vazhdo kështu për shkak, do thonë gjithmonë çuni dashit. Kështu ky do të bëj gola, që thotë që është Dali, ky është Bajaziti tjetër, nuk është Dashi. Po, këta gjithmonë e kam pas kundra. E di po çfarë po. Thonë miqtë e babit që nuk është si Dashi, nuk është si Dashi. Do të ngeli që tjetër më, se është targa, se Dashi për shembull. Ju vënë në impresion krahasimi me babin. Një sekondë, ne jemi tani të kësaj moshe, edhe e kemi pa edhe atë zotnin që ishte Flori. Kështu që do ngelet po çuni Dashit, dhe unë kujtoj një, më fal që mase marr kohë kot. Thoshte Gerta Xhiu te Gerta duhet të ishte domethënë. Që thoshin çuni me gjitit, dhe i tha njëri që nëse vetëm po të bëhesh marangoz, do thonë që ti je Pilani. Gerta Xhiu, se pastaj po çuni me gjitin ngelesh. Kurse po bone gola më shumë, po s'bone gola, çuni Dashit ti. Edhe unë pastaj do marrëm telefonin Dashin dhe them çfarë thot çuni. Të vënë në presion krahasimi me babin?
Normal, kur isha më i vogël, normal që vijesha në presion, por Kur bësh me mosve më shumë presion. Jo, duke Se tani fillojnë presin nga ty. Po, tani presin shumë nga mu. Por duke rritur, jam pjekë dhe më shumë. Vetëm se bëjmë çka se flasim për futbollist talentuar, Sigurisht. Jo, unë kam shumë respekt se kam pa dhe me U17 me U19 me fjalë. Sa është letari talentum tani ne na kanë ngel orarit të dashit se Allah ke ndryshuar shumë goxha me fjalë që të kam pa, po të jap një sugjerim me fjalë, kuptimin e kësaj që me të vërtet duhet punoni shumë, sidomos ju që përfaqësoni brezin tonë çik më të vjetër me fjalë tamam me mendimin e saj mire që mos jeni me emrin e baballarëve. Me fjalë ju takon të punoni më shumë se sa shpunoni. Sepse me të vërtet në sport me fjalë është një emër, çuni filanit apo çuni filanit, por mos harroni, puna juaj do t'ju çojë që me të vërtet të jeni dikush i nesër që do të thrasin emrin e juaj. Unë shpresoj. Unë shpresoj sepse me të vërtet ke pasi bab shëmbullore sportiv shumë. Duhet dëgjuar me vëmendje i dostit. Edhe ne tani do t'i bëjmë komplimente këtij çunëve se e morëm dhe e vum trakonç. Unë mendoj sepse është për gjithsej. Të gjitha hyn në kuadrin e komplimentit. Gjithsesi kemi përfunduar me grupin A, momentit kalojmë tek grupi B dhe të shohim se çfarë kanë prodhuar rezultatet e javës 11 aty. Shohim edhe përmes ndihmës grafike.